Prishtina e Re, Prishtina. Minuta 45, penalti për FC Prishtinën, lojtari me numër 26 i FC Prishtinës godet topin në drejtim të portës, ku lojtari mbrojtës me numër 24 i Prishtinës Re e prek topin me dorën e majt, që është pozitë jo natyrale, shihet qartë se dora e lyp topin, ku në këtë rast gjyqtari me të drejtë akordon penalti. Minuta e 70. Penalti e mundshme për Prishtinën e Re. Këtu kemi një ndërhyrje serioze të lojtarit me numër 66 të Prishtinës, që ja cenon shëndetin sulmuesit, ku shifet që ndërhyrja ka intensitet, ku këmba e ngritur me taka lart në pjesën e naltë të këmbës, ku mund të shkakton dëndime serioze. Intervenon vari, gjyqtari pas rishikimit të varit akordon penalti për Prishtinën e Re dhe përjashton lojtarin e Prishtinës me karton të kuq. Vendimi drejt. Drita Ballkani, minuta 23, goli i shënuar, pretendim për faul. Në këtë minutë shënon ekipi i Dritës nga lojtari me numër 2, ku paraprakisht pretendohet për një ndërhyrje në fazën fillestare, ndaj lojtarit me numër 26 të Dritës. Në lojtarin me numër 29 të Ballkanit intervenon vari, ku fton gjyqtarin Jamurataj në rishikim të pamjeve, ku kemi një tërheqje të lehtë, por fanele, ku s'ka impakt në lojtarin e Ballkanit. Gjyqtari me të drejtë mbetet te vendimi i marrën në fush, pra vendimi drejt dhe goli i rregullt. Drenica Gjilani, minuta 29, a ka kalu topi vijën fundore. Gjatë krysimit lojtari i Drenicës arrin topin të vija fundore, i cili kroson ku lojtari me numër 28 shënon gol. Asistenti 2 Tregjepi ngrit flamurin që topi ka kaluar vijën fundore. Gjyqtari lejon lojën të zhvillohet, pra nuk sinjalizon që topi ka kaluar vijën fundore. Intervenon vari dhe vërteton që topi nuk ka kaluar vijën fundore, pra goli i Drenicës pranohet me të drejtë si gol i rregullt. Llapi Dugaxhini. Minuta e 13, Llapi kërkon penalti në zonën e 16 metrishit, pra shifet që nuk ekziston asnjë kontakt nga lojtari numër 4 i Dugaxhinit ndaj lojtarit me numër 98 i Llapit. Këtu nuk ka kontakt, është më shumë simulim dhe ka mund të ndeshkohet edhe me karton të verdh. Gjyqtari Nuza e ka parë shumë mirë këtë situatë, edhe vari ka konfirmuar që nuk ka ekzistuar kontakti, vendimi drejt i gjyqtarit Nuza dhe i varit. Trepsha 89 Dinamo. Kemi minutën 58, kur lojtari i Dinamos me numër 11 godet në fytyrë lojtarin e Trepshës 89 me numër 5. Gjyqtari Hasani ka pasur shumë vështirë të vrenë këtë situatë, se ka qenë i orientuar tek aksioni që zhvillohet në anën tjetër të fushës. Këtu kemi të bëjmë me sjellje të dhunshme, ku lojtari nuk lufton për top, por me qëllim godet kundërshtarin, këtë rast mbrojtësin e Trepshës 89 në fytyrë, ku cilësohet si sjellje e dhunshme. Intervenon vari dhe gjyqtari me të drejtë e ndeshkon me kartush të kuq.